bërë asnjë lloj veprimi në drejtim të Tavlan Ballës dhe flet shumë edhe për kredibilitetin që ka vetë si prokuror në hetimin e kësaj çështje. Sepse nisi thoje Elker, në sa dosje del Tavlan Balla? Del në shumicën e dosjeve, del që tek dosja e grupeve të Shkodrës për të ardhur pasaj tek dosja e grupeve të Elbasanit, do të kemi parasysh dosjen Toyota Yaris, është numër i madh dosjesh ku përhis vërtetës. Po ka marrë përsipër të bëjë zëdhënësin e pushtetit për protestën. Vetëm për të kuptuar se në cilën anë duhet t'jesh, mjafton të shohësh kush është në anën tjetër. Po. Edhe aty nuk besoj se secili shqiptar ka dyshime. Tani le të ndalemi pak tek faktet me radhë. Po. Kto flasin për iranianët. E para nxjerrin lakurisht shërbimin sekret shqiptar, shishin. Ne ka kohë që nuk shohim një punë shishit në raport me grupet kriminale, në raport me pastrimin e parave, në raport me korrupsionin, por unë vetë në protestë kam parë punonjës shishit, të cilët i njoh, të cilët janë aty për fat keq për të spionuar bashkëqytetarët e tyre dhe të detyruar nga eprorët e tyre. Pra si ka mundësi shish nuk pas informacion për shembull ku është Ergyll Sagasi, një ish kërkuar. Por aman është aty për të bërë rezumen e qytetarëve. Tani kur flasim për iranianët, unë nuk e kam parë këtë ambasadën amerikane se ne po bëjmë gati 13 vite që monitorojmë protesta, ndjekim protesta nga afër, nga larg në gjitha format dhe në gjitha drejtimet, dhe kur ambasada amerikane në shumë raste thotë që në ditën që ka protestë, ftojmë qytetarët tanë që t'jenë larg. Si ka mundësi pra SBA-ja nuk po shqetësohet fare për këto iranianët? Përkundrazi, ne kemi parë qytetarë amerikan që janë aty në protestë. Normalisht do duhet të alarmonte edhe SBA-n kjo puna e iranianëve që po trumbetohet. Pra normalisht kjo teza e iranianëve bie kollaj. Është edhe një element tjetër sona që ne duhet ta përmendim. Kjo protestë ka këtë lloj masiviteti edhe për shkak të punës skandaloze të SPAK-ut në raport me dosjet kryesore. Pse e them këtë? Mjafton të shikoni profilet e linçuesve kryesor të protestës që janë në mazhorancë. Kemi duke nisur nga personazhet e dosjes 184 për të ardhur tek Tavlan Balla dhe tek Edi Rama. Çfarë kanë përbashkë këta? Të gjithë pa përjashtim janë në dosjet e SPAK. Diku për krim zgjedhor, diku si deputet të diktuar nga krimi organizuar, diku për mega afera korruptive duke nisur nga kullat e Tiranës tek fondet e IPARD-it e në siri aferash. Edhe të gjithë këto, vend që të bëjnë atë që thot Aveniri, pra që të merren me avokatin dhe të merren me SPAK-un, merren nga mëngjesi deri në darkë duke linçuar protestet. Dhe një pyetje është për to që thon herojt e SPAK-ut. Ore, po të ishin heroj këto të SPAK-ut, nuk do ishin 100.000 njerëz në shesh. Heroj janë ata që po dalin shesh, që po bëjnë punë edhe për SPAK-un. Pra çfarë ndodh? Nëse SPAK-u për gjatë këtyre viteve do kishte luftuar edhe atë që është krimi në flagrancë. Kush është krimi në flagrancë? Krimi në flagrancë ishte krimi zgjedhor. Edhe në 2021, edhe në 2023 dhe në 2025. E pat mundësinë 3 herë, asgjë nuk bëri. Kush ishte krim tjetër në flagrancë? Krim tjetër në flagrancë ishte ato dosjet me peshë korruptive, që nga rrugët, se gjithë, kur pam ato shifrat e rrugëve, miliona euro për kilometër katror, asgjë nuk bëri dhe gjithë e pam se si u katandisën rrugët dhe se si u shëmbën rrugët dhe se si kemi shpëtuar tragjedive. Dhe krimi më i madh zgjedhor, që lidhet direkt me kryeministin Edi Rama, patjetër që është çështja e pastrimit parave. Se ambasada e SBA-ve nuk flet për iranianët, por për pastrimin e parave të karteleve drogës në ekonomi, ka të paktën një 30 deklarata që i thot ambasada amerikane. Po ditën e pavarësisë së Shqipërisë për atë punë. SPAK për këtë nuk bëri asgjë sona. Dhe kjo lëvizje ka ardhur pas 5-6 vitesh për shkak të mbylljes afateve, se janë dosje të ardhura nga partnerët, dhe dosja Ruba që ne po flasim, dhe dosja grupeve tjera, po dhe dosja Rumit apo dosja grupeve tjera. Me që jemi ke dosja Rumi, janë materiale të ardhura të gjitha nga partnerët sona, nuk janë materiale apo hetimet SPAK-ut, përkundrazi. SPAK-u ne nuk na tregon si në rastin e dosjes Zibraka. Ore, kush është ky person i pa identifikuar që ka qenë në këto takime të Ruba? SPAK-u e din. Vetëm një moment. Këto janë ato dyshime që ne kemi ngritur që para 5 vitesh Sonila dhe në këtë emision, që fiet që lidhen me krimin zgjedhor dhe me krimin intelektual kanë përshtypjen që priten në SPAK. Dhe ne na vjen ajo çfarë përpunohet në SPAK, pra nuk na vjen materiale. Tani fluksi që po mbrin drejt SPAK-ut është shumë i madh. Unë ju referova edhe dosjes shqiptare, është një libër ku vetë Edi Rama ka bërë parathënien dhe do të ishte një dëshmi e gjallë. Vincent Van Gerwenooy djena dha gjithë argumentat pse do të ishte ajo një skenë vërtet krimi. Vetëm një moment se më solli në vëmendje. Dosja Rumi, për të kuptuar se si ky diskutim që bëjmë ne sot lidhur me faktin se Shqipëria është kthyer në një lavatriçe gjigande të pastrimit të parave, si është reflektuar në raportet që ky pushtet, Edi Rama shprehimisht, ka krijuar edhe me krimin organizuar. Tetën, Juli? Vetëm ditë. Po, patjetër.